Nga puna jashtë vendit, emigrantët shqiptar kanë përfituar 154.7 milion euro gjatë 3 muajve të parë të vitit 2025. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti të kaluar, të ardhurat nga pagat e emigrantëve janë rritur me rreth 18 milion euro ose 12%. Zgjerimi i numrit të emigrantëve në tregjet e punës jashtë vendit, por edhe për shkak të orientimit drejt vendeve me paga më të larta, ka ndikuar kryesisht në këtë rritje. Gjermania, Franca dhe shtetet përtej Atlantikut si Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja ndikojnë në mënyrë direkte në shtimin e të ardhurave që emigrantët krijojnë jashtë Shqipërisë, duke si një efekt pozitiv edhe në ekonomi përmes remitancave. Në fakt, transfertat që vijnë nga emigrantët drejt familjeve në Shqipëri u rritën me 4% në 3 muajin e parë të vitit 2025 në krahasim me periudhën përkatëse të vitit të kaluar. Një pjesë e konsiderueshme e kësaj rritje pasyrohet në remitanca, më shumë të ardhura për emigrantët nënkuptojnë më shumë para të dërguara për familjet në AD. Në fakt, remitancat u rritën me 4% në 3 muajin e parë të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Megjithatë, kjo rritje nuk është në përpjesnim të drejtpërdrejtë me shtimin e të ardhurave nga pagat, çka tregon se jo e gjithë rritja e të ardhurave të emigrantëve reflektohet menjëherë në transferta drejt Shqipërisë.